Sa shpejt kalojnë ditët. Duket sikur vetëm dje nisëm javën e parë, ndërsa sot kemi mbërritur në javën e tretë të shkollës zverore. Çdo ditë ka sjellë mësime të reja, përvoja të bukura dhe kujtime që do të mbeten gjatë. Rrugtimi ynë vazhdon aty ku fillon çdo ditë e mirë, në një ambient ku fëmijët mblidhen për të mësuar, për t'u edukuar dhe për ta kaluar kohën në shoqëri të mirë. Me të hyrë në klasë, secili zë vendin e tij dhe dita e mësimit fillon. Mësimin e parë të javës ja kushtuam abdesit. Përmes fletëve praktike të ngjyrosjes, fëmijët mësuan renditjen e saktë të abdesit dhe kuptuan se pastërtia është hapi i parë drejt namazit dhe adhurimit të Allahut. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk do të hyjë në xhennet ai që përgojon. E dini çfarë është e përgojim? Përgojim është të folish keq për shokën tënd kur nuk është prezent këtu. Omer, a mi kallëzosh 6 kushtet e imamit? Po, 6 kushtet e imanit janë. E para është besimi në Allahun, e dyta është besimi në melajket, e treta është besimi në profetet, e katra është besimi në librat e tij, e pesta është besimi në ditën e fundit, edhe gjashta është besimi në kader. Mes me i besu ditë se që kemi qka bëhet? Rëzohet besimi në Allah. Pas përfundimit të një pjese mësimore, java vazhdoi në fushën sportive, ku loja e futbollit u shoqërua me shumë entuziazëm, energji dhe emocione të bukura për fëmijët. Kështu, i erdhi fundi edhe javës së tretë të shkollës zverore, duke lënë pas shumë çaste të bukura për fëmijët.